Sali Berisha nuk pranon zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe akuzon Partinë Socialiste se ka fituar fal krimit dhe manipulimit. Nga ana tjetër, kreu i PD-s ka folur për një protestë që do të mbahet në bulevardin Zogu i Parë, në ditën ku në Tiranë do të mbahet samiti i Europës, pra në datën 16 maj. Kur ndonjëherë bandat nuk kanë prur kaq shumë përfaqësues të tyre në parlamentin shqiptar sa në këtë parlament, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, mund t'ju them ju se në Durrës bandat punonin për deputet të veçantë. Do ishin zgjedhjet që u sunduan si asnjëherë më parë nga vrasës, serial killer, trafikant, dhunues dhe përdhunues. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet në datën 16 në bulevardin Zogu i Parë, për të sensibilizuar opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze që të përbindshit elektorale Edi Rama, që nuk respekton asnjë rregull dhe asnjë ligj kombëtar për zgjedhjet. Protesta do të jetë paqësorë. Garantoj se nuk do të ketë probleme që cënojnë në shkallë më të vogël sigurinë e dietarëve që vinë, por që ata duhet të mësojnë se kanë qenë të ftuar nga një narkodiktator që nuk ka ligj dhe as moral për votën e vullnetin e qytetarëve të tij, tha Sali Berisha. Nuk vënoi shumë dhe Edi Rama përmes një postimi në Facebook reagoi, duke publikuar një foto nga sheshi Skënderbej, ku dhe heroi ton kombëtar i drejtohet me fjalën ombret, ku sipas Ramës, të gjithë ne dhe stërnipit e tij do të jenë krenar për emrin Shqipërisë tonë, që do të shqiptohet në të gjitha gjuhët e botës.